Kompania izraelite ADC është përzgjedhur për të ndërtuar qendrën e parë të të dhënave në vend, një projekt madhor që do të ngrihet në zonën e lirë tregtare Teda pranë Tiranës. Qendra e të dhënave do të ketë një kapacitet fillestar prej 32 megavatësh me mundësi zgjerimi deri në 100 megawatt dhe do të mbështetet me teknologji të avancuar me procesor grafik të Nvidias. Projekti do të furnizojë tërësisht me energji të gjelbër dhe burime hidroelektrike, duke bërë unik në rajon për nga shkalla e qëndrueshmërisë mjedisore. Leja e ndërtimit është miratuar për vetëm 60 ditë, ndërsa infrastruktura energjitike është në proces përfundimi, përfshirë ndërtimin e një nën stacioni të dedikuar. Financimi i projektit mbështetet kryesisht nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, e cila mbulon 75% të kostos. Edhe pse ende në ndërtim, qendra ka siguruar tashmë 3 klientë kryesor, mes tyre një kompani shqiptare teknologjie, një kompani gjermane dhe një institucion qeveritar shqiptar. Synimi është të tërhiqen edhe klientë europian dhe amerikan që kërkojnë kapacitete për inteligjencë artificiale të mbështetur nga energjia e pastër. Ky projekt vjen në një moment të forcimit të ndjeshëm të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Izraelit, veçanërisht në fushën e sigurisë kibernetike dhe teknologjisë, duke pozicionuar vendin si një pikë të re strategjike për zhvillimin digjital në rajon. Ky projekt nuk është vetëm një investim ekonomik, por edhe një simbol i bashkëpunimit strategjik mes Shqipërisë dhe Izraelit në fushën e teknologjisë, sigurisë kibernetike dhe energjisë së qëndrueshme.